për çfarë. Patjetër, po vetëm unë shikoj që e ke edhe kompozuar të gjithën, pra i ke vendosur në një sport. Tani, kjo është vetëm për efektin televiziv tonin, apo ka një element tjetër? Ja. Në base në ndërkohë më pas, më parë, ka qenë pak më, ose i gjenin nënat, gratë, i gjenin këto ingrediente, dhe më thënë i kërkonin, dhe i mbanin apostafat për këtë ditë. Për shumë, portokajt, Elbasani është karakterizuar si një zonë pjellore që rriten shumë agrumet, portokajt, manderinat, limonat e tjerë. Fisht e thatë gjithashtu janë të ruajtur. Fisht e thatë, këto janë, po, janë, dhe më thënë, duhen pa tjetër në këtë sport. Mollë gjithashtu, vezë, po nuk vezë. Po sepse veza është të simbolizon pastërtin me ujnë e vezëve në mëngjes, vajzat lajnë fytyrën. Që ashtu si që është e pastër dhe e bardhë veza, ashtu tjetë edhe fytyra e vajzave të vogla dhe grave dhe dhe më të zonjave. E shikon sa detaje që ka Blerin, pra duke të thjesht. Këto vezë të zjenë në mëngjes herët edhe uj pastrohen fytyrën edhe jepet rëndësi edhe kësaj gjës. Këto shportat përgatiten ose në shporta ose në pakot vogla edhe i dhurohen fëmijës së parë që vjen, që bën këmbë. Po dhe pasaj në vazhdim. Fëmijës së parë që vjen dhe hynë në shtëpi, I dhurohet, dhe me thënë kjo gjoja, e mbushur plot, për të dhënë, për të treguar begatin e shtëpisë, e familjes, edhe për më pas për të tërvitin.